Afërdita Kiki është një shpirt i butë që flet përmes ngjyrave. Në penelatat e saj ndihet një qetësi e thellë, një sinqeritet i rrallë që buron nga zemra dhe prek zemrat e të tjerëve. Ajo nuk pikturon thjesht figura apo peizazhe, ajo pikturon ndjenja, kujtime dhe dritë. Butësia e saj reflektohet në çdo detaj, në çdo hije që përkthel kanavacën e saj. Sinqeriteti i saj artistik është i pastërt, i papërpunuar nga zhurmat e botës, duke e bërë artin e saj të duket si një rrëfim i qetë, por i fuqishëm. Puna e saj është e arti, jo vetëm për bukurinë estetike, po për përkushtimin, dashurinë dhe shpirtin që e derë në çdo vepër. Afërdita Kiki është nga ato artiste që nuk kërkojnë të bëjnë zhurmë, ato thjesht ndriçojnë me një dritë të ngrohtë e të përjetshme. Përshëndetje Afërdita, një falënderim të veçantë që na pranova këtu te galeria yte, që është një galeri e mrekullueshme për ta parë një galeri si në aventurë. Faleminderit. Faleminderit Valdeta për vizitën. Faleminderit televizionit Allsat. Më vjen mirë që jam sot me ju. Vërtet, kur hira këtu ishte një mrekulli e madhe dhe më dha një energji shumë pozitive. Afërdita, prej nga vjen ky pozitivitet, më trego? Ke ndonjë sekret? Se di, prej sa mbaj mend unë artin, me artin jam ndi çdo herë mirë. Rregullisht kam punu. Kanë gjatë edhe pse kam pas test matematikun, kam vizatu. Dhe thënë është pjesë kryesore e jetës tënde. Po. Prej cilës moshë ke filluar që ta punosh? Nuk di sa, po sa e mbaj mend. Sa e mbaj mend, duke di. Mirë. Familjen time mirë ka vizatu halla. Gjithashtu edhe daja, prej ka 2 antë. Unë isha më e rregullta prej gjithë fëmijëve që e përcjellshin ata kur vizateshin. Mbaj mend halla ka vizatu një princ me një siren. Ajo më kujtohet shumë edhe i dha shumë komplimente edhe i luta që të maja vizatimin. Princin? Po ti e vizatove princin e njëjtë apo dhe një princ tjetër? Jo, ajo e vizatoj edhe unë habitesha, thesha sa mire ka bo. Mirë, Afërdita, ti je më së e njohur pasi që ke pasur ekspozita si në vend, ashtu edhe jashtë vendit. Më trego, si ndjesh më mirë, në ekspozitë individuale apo kolektive? Njëjtë. Për ty është njëjtë? Po. Po temat... Edhe kolektive është mirë, se jam e rrethuar me kolegë, muhabet, hajgare, bisedojmë për artin, kështu që është bile edhe ma mirë, më duket. Ma mirë. Ku e përfundove fakultetin e artëve të artit figurativ, me sa më duket? Po, artin figurativ në Akademinë e artit figurativ në Tetov, te profesorit Tahir, Tahir Emre. Dhe më pas fillove si artiste pavarur, me sa duket. Po. Dhe endeje pavarur. Jam e paraqitur Ministritë Kulturës si artiste e lirë. Artiste e lirë. Ministria paguan kontributet për mua. Edhe më ofron aktivitete, këtë e kam drejt të mire më shumë me aktivitetet të artit. Po, mirë, ekspozita ndërkombëtare, më trego në cilët ekspozita ke marrë pjesë? Po, në Bullgari, New York, edhe me ekspozita kolektive në jashtë vendit. Jashtë vendit, ku? Në New York e qenë, po? Po. Të ka përqyër? Ajo ishte ekspozit personale. Personale, na trego diçka rreth dhe rreth. A ishte sfiduese për ty? Ishte shumë interesant prej fillim kur u pregadita. Ishte interesant se
atë kohë ishte problemi aty në kullave. Në vitin 2001? Po jo, në 2003 ishte, ama ala ishte ai problem. Për ngjarjen që gjithçka kaloi shumë mirë, që mendojsha se do të jetë rënd. Edhe viza, gjithçka. Vetëm me biletën kam pas problem. Pse? S'kishte bilet. Pritësha rend edhe më theshin, jenë listën e pritjes, nuk jemi të sigurt a do të ketë. Edhe, a më mirë po më në fund të ja dole, Kova me një agjencion, ajo nuk më duk interesant, mendoj. Nuk ishte edhe e sjellshme, dhe thash, kjo, ala ma heq nuk do të më siguron. Ishte shumë interesant se kur erdha në shtëpi, ajo më lajmërohet, më thot bilet për nesër ke. Sa mirë, për 24 orë dhe të në përgatite, nuk ishe. Duheshte të bisedoj me FedExin, duheshte të bisedoj me katalogin, dizajnerin e katalogit. Merdha jo si shok. Si shok, mirë po ja dola, po? Duheshte pas një jave të udhtoj. Mu më ofru edhe një ditë. Për 24 orë. Po, mëngjes herët edhe atë. Po, Lejnë në ardë, gjdo herë ndodhin këto sende, po me sukses me siguri ka kaluar ekspozita atje. Shumë, po. Sa herë sendet në ardë që fillojnë kështu, në përfundim dalin me sukses. Edhe shetitja në New York ishte, fëmijët ishin shumë të lirë, në për galeri shkojsha rregullisht. Sa ditë qëndrove atje? 2 javë gjysmë. 2 javë gjysmë. Mirë, Afërdita, përpos ne tash këtë vit, do me thënë në fund të vitit 2025 dhe në fund të 2025 dhe në fillim të 2026, në fund të 2025 ti në stacionin e vogël u prezantove me një ekspozitë personale. Do na rrëfesh diçka për atë ekspozitë? Po, kjo ishte edhe në fund të muajit. Në fund të muajit, 10 orë, më duket dikun 18 ishte? 30. Po, 30. Edhe mendova, thash, kush do të vjen në këtë datë, edhe ishte edhe shumë ftoftë, ama kalova mirë. Kalove mirë, po, kalova mirë. Kisha musafirë edhe i kisha shumë disa njerëz të afërt. Të dashurit e tu. Erdhe edhe një gitarist shumë i mirë, se dia i njihni Muhamet Idrisin. Ai të bërë... Muhamet Ibrahimi. Muhamet Ibrahimi. Po, Muhamet Ibrahimi. Edhe... Atmosfera në bërë ende më të ngrohtë, me piktura tua në mur. Disa ditë më herët isha në koncertin e ti. Sa mirë. Edhe unë eftova. Thash, nëse je i lireja. Sa mirë. Edhe bile në ekspozit e lëshova muzikën e ti. Shumë mirë. Mirë, më treku për ekspozitën e dytë, pasi që ti ke përvojë të madhe edhe me fëmijët punon, ne ishim pak disa muaj më parë dhe ishte një atmosferë shumë e këndshme. Ti pate një ekspozitë në fillim të janarit apo në shkurt? Një ekspozitë me fëmijët në qendrën kulturore Koç Horaci, me sa e di? Po, ishte me 2 shkurt. 2 shkurt. Po, ishte 2 shkurt, edhe kjo ekspozit ishte edhe pak ma ndryshe se ekspozitat që i kam vajt. Tregoj drejt pak edhe ma shumë punë më duk. Me fëmijët nuk është dhe aq lehtë. Jo, dojsha të kalon mirë, fëmijat janë të kësuar, mundohesha për të gjithë t'jem e njëjtë, me punimat, renditjen, gjithçka ishte, vërtet ishte më rëndë se ekspozita ime. Më rëndë se personali. Mirë, Afërdita jetë... Mendoj, e rëndë e mirë, edhe habitën se janë edhe shumë faliminderues. Janë. Dhe në të lumtur. Po. Ta shprehin atë energji pozitive. Edhe gjithçka çfarë bëj ato ndjejnë mirë. Ja lëshoj muzikë, ato punojnë edhe kërcejnë. Sa mirë. Shumë janë rahat, edhe unë jam rahat. Mirë, tash për në fund, Afërdita jeton me një mace, dhe macja e saj si quhet?
E macja quhet Lora, Lora, vendi ku kam lindë në Gjermani. po, sa mirë. vajza- Se e shoh mjau, bën mjau, Po. ndoshta gjatë emisionit do ta kemi kështu në prapavit disa herë. Faleminderit. A vajza e saj e ka emrin Lara. Do të thënë edhe Lara dhe Lora bashkë Po. këtu i ke në atelen, edhe në banesën Po, tënde që edhe ke. ato i kam 9 vjetë. Sa Edhe jemi mirë. shumë shoqet ngushta. Kam periudhën më të mirë të jetës time. Mire me not, mire me kuzhinë, edhe me artë. Gjithë kjo shumë faleminderim që sot kam një atelje, kam këtë rahatllëk, një faleminderim të madh shumë Fatmire Temit, që më ofroi një ndihmë të madhe, që sot jem ajo që dua.